Çfarë flasin realisht statistikat e shtetit anglez për emigrantët shqiptar që tashmë duhet ta pranojmë që prej viteve 90 dhe në vijim e kanë zgjedhur Anglinë si një destinacion në dukje të paktën të sigurt për ta dhe atë që kanë dashur ata të zhvillojnë tek vetja e tyre. Komuniteti shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar është relativisht i lartë. Okej, po ta krahasojmë me nacionalitetet tjera, nuk krahasohet. Është shumë i vogël. Dhe ndonjëherë kur shikojmë ato lajmet në media, kur që flasim për shqiptarët shkojnë atje në mënyrë ilegale, është më shumë e pompuar si informacion. Okej, shqiptarët kanë emigruar në Angli gati janë përpara 30 viteve, por edhe sot prap vendosin që të emigrojnë atje, sepse shikojnë si një vend që ka oportunitete, ka mundësi për të zhvilluar, për të punuar, për të jetuar me familjet e tyre. Më përpara, normalisht llojet e aplikimeve apo tendenca e njerëzve ishte që të kërkonin azil politik. Kjo edhe për shkak të destabilitetit që shteti ynë ka pasur. Megjithatë, në vitet e fundit, tendenca është e njerëzve për të punuar atje, për të bashkuar me partnerin e tyre, për të studiuar.